Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum wa qtada bihadihim ila yawmiddin. Thumma amma ba'du. Falënderimet tona të përzemërta ja dedikojmë krijuesit ton, Allahut fuqiplot. Përshëndetjet tona më të sinqerta ja dedikojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, yllit ndriques i cili na nxjerr nga errësira dhe na afron tek drita e vërtet, drita e Islamit. Gjithashtu, paqja qoftë mbi familjarët e tij të ndershëm dhe shokët e tij besnik, të cilët ishin për krah me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e besuan atë, e ndihmuan atë dhe mbetën modeli më i mirë për gjithë neve besimtarët dhe besimtarët deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër besimtarë dhe motra besimtare, jemi duke jetuar në hijen e komentimit të hadithit të Xhibrilit dhe kemi arritur tek pjesa ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pyetet nga meleku Xhibril në formën e personifikuar të një beduini të shkretires, i cili i tha: Muhammed, më trego çfarë është Islami. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u përgjigj duke thënë: El-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammeden Rasulullah. Islami është të dëshmosh se nuk meriton të adhurohet askush tjetër me merit përpas Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Ta falësh namazin, pastaj vazhdoj me përgjigjen e tij duke thënë: dhe ta japësh zeqatin. Andaj, fokusi jon në këtë takim do të jetë për zeqatin dhe objektivat e tij. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, zeqati është njëra prej ibadeteve më të rëndësishme në dinin islam. Zeqati është njëra prej 5 shtyllave kryesore të Islamit. Ashtu, siç na tregon edhe vetë kjo përgjigje pejgamberit alayhis salam që tha: Islami është shahadeti, namazi dhe dhënia e zeqatit. Gjithashtu, transmetohet nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të këtë thënë: Bunia al-Islamu ala khamsin. Është ndërtuar Islami mbi 5 shtylla: shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammeden Rasulullah, wa iqami salah, wa ita'i zaka. Islami është ndërtuar mbi 5 shtylla: shahadeti, 2 dëshmit, falja namazit dhe dhënia e zeqatit. Andaj, nga këto 2 argumente e kuptojmë se zeqati bën pjesë nga kushtet kryesore të dinit islam. Si rrjedhoj, ka një rëndësi dhe një pozitë të veçantë në dinin e Allahut subhanahu wa taala. Kjo vlerë dhe kjo veçori për zekatin na vjen në pah kur e shohim në shumë prej ajeteve kuranore. Mbi 80 herë Allahu Jalla Jalaluhu thret në Kur'anin famëmadh duke ja bashkangjitur së bashku thirrjen me namazin: wa aqimus salata wa atuz zakat. Dhe ju faleni namazin dhe jepni zeqatin. Pra për të treguar për vlerën e madhe që e ka zeqati, Allahu e ka bashkangjitur këtë urdhër dhe këtë thirrje së bashku me shtyllën kryesore të Islamit pas shahadetit që është falja e namazit. Andaj, zeqati, zekat, në gjuhën arabe, në aspektin gjuhësor i ka 2 kuptime. Kuptimi i parë i fjalës zekat është an-nama wa ziyada. Është shtim dhe rritje. Pra, kuptimi i parë gjuhësor është shtim dhe rritje. Sikur Allah Azza wa Jall don të na thotë përmes këtij kuptimi gjuhësor se përmes zeqatit tuaj që ju e japni, ju do ta shtoni dhe do ta rrisni pasurinë tuaj. Andaj, kjo e rrezon frikën e shumë prej njerëzve të cilët mendojnë se me jepjen e sadakas dhe zeqatit dhe pasurive të cilat janë të obliguara për të jepur, njerëzit mendojnë se do të paksohet pasuria atyre. Kurse vetë nga kuptimi gjuhësor i fjalës zekat, nën kupton rritje dhe shtim. Pra,
Allah Azza wa Jall me japjen e zakatit ta rrit dhe ta shton pasurinë dhe bereqetin tënd. Dhe kuptimi i dytë i zakat, fjalës zakat, është pastrim. Siç Allah Azza wa Jall thot, qad aflaha man tazakka. Ka shpëtuar ai i cili është pastruar. Pra, pastrim. Pastrim i zemrës tënde nga njollat e ndryshme të kësaj bote, të cilat mund ta nxjinë këtë zemër dhe mund të pengojnë që ti të jesh dorëshlir dhe të gjendesh atij i cili ka nevojë. Andaj me jepjen e zakatit, njeriu pastron zemrën e tij dhe e bën më të gjerë në aspektin e humanizmit dhe solidaritetit. Kurse fjala zakat në kuptimin terminologjik islam, dietarët islam kanë ardhur me shumë definicione, por të gjitha ato janë të parafërta. Andaj zakati është dhurimi i një pjese të caktuar të pasurisë në kohë të caktuar tek një grup i caktuar. Pra, dhurimi i një pjese të caktuar të pasurisë në kohën e caktuar tek kategoritë apo grupet e caktuara. Kur themi dhurimi i një pjese të caktuar të pasurisë, e kemi për qëllim një përqindje që Allahu Azza wa Jalla ka obliguar në dhënien e zakatit, e që është 2.5% siç është e njohur tek muslimanët. Pra, kjo është përqindja e pasurisë që duhet të japet nga zakati. Në kohë të caktuar, pra ka të bëjë me nisabin. Është një kohë ku nëse pasuria yte qëndron për një vit të caktuar, për shembull, nëse i ke arritur 6.000 euro, dhe ato qëndrojnë për një vit të caktuar, për një vit pra me kalendarin hijri, kalendarin islamik, qëndrojnë pa lëvizur, atëherë këto 6.000 euro në fund të këtij viti i nxjerr zakatin prej 2.5%. Andaj koha e caktuar është për qëllim një vit kalendarik hijri islamik, që nëse qëndrojnë këto para, pra në kohën të cilën Allahu Azza wa Jalla ka obliguar, për shembull themi 6.000 euro, atëherë i dham për këtë pjesë të shumës 2.5% që i bie nga 6.000 euro të nxjerrim në fund të vitit, pra 150 euro. Pra 6.000 minus 2.5% bajnë 150 euro të nxjerrura nga zakati, ose 6.000 pjesëtim 40 pjesë del barabart me 150 euro. Dhe kur thot tek një grup i caktuar, pra në definicionin e zakatit, kemi për qëllim 8 kategori të cilat Allahu Azza wa Jall i ka legjitimuar që të marrin zakatin nga ata cilët kanë pasuri. Por ato me lejen e Zotit do t'i përmendim pak më vonë. Zakati, të nderuar vëllezër besimtar, pra mbetet njëra prej ibadeteve më të rëndësishme. Është prej ibadeteve që ka rregulla interesante dhe rregulla të veçanta. Andaj zakati me çka matet? Zakati matet me ari dhe argjend. Në qoftë se një person posedon 91.5 gram ari, atëherë është i obliguar që t'jap 2.5%, pra të kësaj vlere. Ose nëse posedon 600 gram argjend, është i obliguar që t'jap 2.5% prej argjendit. Me kusht që këto pra të rrinë në një periudhë një vjeçare të kalendarit islamik hijri. Cilat janë rregullat e dhënësit të zakatit? Pra ai që jep zakat, cilave rregulla duhet i nënshtrohet? Dietarët islam kanë shënuar në për librat e tyre dhe kanë thënë, e para, pasuria e atij që jep zakat duhet të jetë halal. Sepse Allahu subhanahu wa ta'ala dëshiron që ajo pasuri që shkon tek fukaraja dhe nevojtari të jetë e pranuar tek Allahu subhanahu wa ta'ala, të jetë e pastërt, të jetë në rrugën në cilën është i kënaqur Allahu azza wa jall, e të mos jetë nga
ato rrugë që janë rrugët e shejtanit dhe nga ato rrugë që e bëjnë paran dhe fitimin, riskun e bëjnë diçka që nuk e don Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj pasuria duhet të jetë në esencë pra halal, e fituar me djers, pastaj të jipet tek kategoritë që i ka cekur Allahu azza wa jall. E dyta, që pasuria e atij që jep të jepet për hir të Allahut azza wa jall. Sepse si thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Me të vërtet veprat shpërblehen sipas niyetit. Dhe çdo gjë të cilën e veprojmë jetën e kësaj bote, do ta ketë rezultatin varësisht nga niyeti dhe qëllimi që e kemi pasur në jetën e kësaj bote. Andaj, kush jep diçka për syrin e njerëzve, për lavdat, atëherë Allahu ato vepra në ditën e gjykimit do t'i bëj hije e pluhur. Për arsye se qëllimi kryesor është kënaqësia e Allahut subhanahu wa ta'ala. Për këtë arsye, nëse një person i jep 500 euro tek fukaraja dhe qëllimin e ka që t'i bëjë reklamim vetvetes së tij, atëherë kjo vepër nuk do të pranohet tek Allahu azza wa jall. Për këtë arsye pra jemi të obliguar që ta pastrojmë jetën dhe ta bëjmë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, e treta, sikur është që ndërlidhet me dytën, e që është të jap fshehurazi, që mos ta shohin njerëzit, përveç në rast se zekati i tij do të jetë nxitje për të tjerët, atëherë mund ta jap edhe haptas. Përndryshe, gjithmonë Allahu azza wa jall në Kur'anin famëmadh na ka preferuar që zeqati kur të jepet ose sadakaja ose diçka prej lëmoshës, të jepet fshehurazi, nga se kjo do të jetë më e mirë për imanin ton, për zemrën ton dhe do të jetë më e pranuar tek Allahu azza wa jall. Wa in tubduha aw tukhfuha fa huwa khairul lakum. Në qoftë se shfaqni, por edhe nëse e fshehni, kjo do të jetë më e mirë për ju. Andaj, në mënyrë që Allahu azza wa jall të na i pranoj më fuqishëm sadakat dhe zeqatet tona, atëherë është mirë që dora e majt mos ta di se çka ka jep dora e djathtë, ndonse në kohën në cilën neve po jetojmë, jemi të sfiduar shumë nga reklamimi dhe stërteprimi i gjërave tek çështja humanizmit, ku për një shumë të vogël të caktuar bëhen reklama gjigante të mëdha, pra në mesin e njerëzve. Andaj e lutim Zotin që Allah të na shtoj sinqeritetin. Gjithashtu, prej kushteve të atij që jep zeqat është që ai që jep zeqat mos t'ja përmend fukaras dhe të gjorit zeqatin apo shumën e pasurisë që ja ka dhuruar. Pra, sepse kështu fukaraja do të nënvlerësohet, do të përulet për atij që ja ka dhënë këtë shumë. Andaj, njeriu në esencë dhe muslimani në përgjithësi duhet që shpesh herë atë që ka jep të bëhet anonim dhe të mos e di edhe vetë personi pra që ka marrur zeqatin e tij, dhe kjo do të jetë më e pastërt para Allahut azza wa jall. Gjithashtu, prej kushteve tjera që i kanë cekur dietarët islam është që zeqat për të dhënë ka përparësi ai që është më familjar, që ka lidhje farefisnore. Për arsye se kjo do të mbetet edhe obligim ndaj Allahut azza wa jall, por edhe do të jetë një fuqizim i lidhjeve farefisnore. Andaj, shumë prej telashave, shumë prej brengave, shumë prej inateve dhe xhelozive mund t'i largoj pro çështja e zeqatit në qoftë se japet nga të afërmit e pastaj vazhdon edhe tek njerëzit me të largët. Gjithashtu, obligimi i cili jep zeqatin e ka që t'i jap përparësi atyre personave të cilët janë të respektueshëm në fe, atyre të cilët janë më të devotshëm, atyre të cilët kanë frikë Allahun azza wa jall më shumë, sepse kështu ata do ta ruajnë mallin e zeqatit. Kështu nuk do ta keq përdorin mallin e zeqatit. Kurse nëse japet njerëzve të cilët nuk e kanë frikë Allahun azza wa jall, atëherë është rreziku që ata të shkojnë dhe të pinë alkool dhe mallin e zeqatit ta çojnë në gjëra me të cilat Allahu azza wa jall nuk është i kënaqur. Pra, kjo sa i përket atij i cili jap zeqat. Cilat janë pra kategoritë të cilat
lejohet ta marrin zeqatin, sepse jo çdo person dhe çdo njeri ka të drejtë ta marrë zeqatin. Andaj Allah Azza wa Jall në suratu At-Tauba në ajetin e 60 ka specifikuar dhe ka veçuar 8 kategori që u lejohet marrja e zeqatit. Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë ajet kuranor thot: "Esta'idhu bila bismillah, innama as-sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi ar-riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibn as-sabil." Tha Allahu Azza wa Jall, me të vërtet zeqati ju takon fukarave, të gjorëve, atyre që e të bojnë zeqatin, atyre që përmes zeqatit ka mundësi t'ju zbuten zemrat nga pjesëtarët e feve të tjera, për të liruar robër, atyre që janë të zhytur në borxhe në rrugën e Allahut Azza wa Jall, ajo kategori që është në rrugën e Allahut Azza wa Jall, dhe kalimtari apo udhëtari i rrugës. Këto janë 8 kategori që lejohet pra dhënia e zeqatit tek ta. Sa i përket kategorisë e parë, janë fukarënjt dhe kategoria e dytë mesakin, të mjerët, të gjorët. Dhe dietarët islam kanë pasur divergjenca se kush ka përparësi më shumë, fakiri, i varfri apo miskini, i mjeri. Disa prej dietarëve kanë konsideruar që fakiri ka përparësi më shumë se sa miskini, sepse Allah Azza wa Jalla ka përmendur me renditje: "Innama sadaqatu lil fuqara." Me të vërtetë zeqati ju takon spari fukarënve. Por sipas mëdhëbit Hanefi dhe Maliki, miskini është më i varfër se sa vet fukaraja. Për arsye se thonë se miskini nuk ka në pronësinë e tij asgjë nga pasuria kësaj bote. Kurse fukaraja e ka një bazë, por jo që mund të plotësoj nevojat e tij jetësore me atë bazë. Andaj kanë thënë se miskini është pra më i varfër se sa fakiri. Por sido që tjetë ndëruar vëllezër, këto 2 kategori janë kategoritë e para që e meritojnë më shumë të që t'u japet zeqati, andaj pa marrë parasysh se cili ka përparësi ose jo, të 2 kategoritë janë kategoritë që më shumë t'i kanë përparësi për t'ja u dhënë zeqatin atyre. Kategoria e parë pra fakir, kategoria e dytë miskini, kategoria e tretë është el amilina alejha, punëtorët të cilët e të bojnë zeqatin. Pra ata të cilët shkojnë në çdo shtëpi për ta marrë zeqatin e muslimanëve, pra të atyre të cilët u obligohet zeqati. Ata pra këtë kanë profesion, ata kanë punë, dhe në këtë ka lodhje, në këtë ka pra sakrificë. Për këtë arsye Allah Azza wa Jall ka lejuar që një pjesë të pasurisë të buar të zeqatit të jepet personave përgjegjës të cilët e të bojnë zeqatin. Andaj, kush e cakton këtë? E caktoj unë, ti apo dikush tjetër? Jo, e cakton pra institucioni zyrtar i atij vendit dhe atij shtetit, që në këtë rast në vendin tonë është Bashkësia Islame e Kosovës, e cila pra e cakton personin adekuat, i cili në esencë duhet të jetë i kualifikuar, duhet të jetë i dijshëm sa do pak për rregullat e zeqatit, duhet të jetë musliman dhe të njëjtën kohë duhet të jetë i sinqert dhe i drejtë, që të mos e kesh përdor tubimin e zeqatit, dhe përmes caktimit të personit autorizuar, Bashkësia Islame pra e mbledh zeqatin në atë vend. Andaj kështu pra rregullohet çështja e zeqatit për punëtorët të cilët të bojnë zeqatin, e pastaj në fund atyre u takon një pjesë e caktuar që dietarët islam nuk janë të një mendimi se sa duhet ta ketë rrogën ai person. Disa thonë që duhet të jetë pra rroga e tij duhet të jetë me përqindje, siç është edhe tek vendi ynë. Disa të tjerë thonë se, sidomos te mëdhëbet Hanefi, thonë se rroga e tij duhet të jetë varësisht nga puna që e bën pra të buese i zeqatit e kështu me radhë. Andaj të gjitha këto duhet i përshtaten vendit dhe traditave të vendit të caktuar, andaj nuk është diçka e prerë, por mbetet në përgjegjësinë e institucionit pra që t'u caktoj rrogën përfituesve të cilët e të bojnë zeqatin. Gjithashtu, prej kategorive të tjera
që Allah Azza wa Jall ka lejuar që ta marrin zakatin është edhe el muallafatu qulubuhum. Pra, ata të cilët përmes dhënies së zakatit arrim t'ja përfitojmë zemrat atyre në mënyrë që ta përqafojnë fenë islame. E cilat janë këto kategori, shkojmë në një shkputje të shkurtër për të rikthyer dhe për ta sqaruar këtë çështje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, jemi duke shpjeguar në rregullat e zakatit një prej kushteve kryesore të Islamit dhe kemi mbetur tek kategoria pra e katërt që lejohet ta marrin zakatin, që është pra kategoria atyre që duhet ju zbuten zemrat në mënyrë që të hyjnë në Islam. Pra dhe këtu kemi nevojë për një sqarim pak më të detajzuar, ku dietarët islam kanë thënë se këtu hyn disa kategori. E para, lejohet të japet zakati pjesëtarëve të fejve të tjera për t'ju zbutur zemrat, pra atyre që shpresohet se do të hyjnë në Islam. Shpresohet, pra ka një lloj mendimi të mirë për fenë tonë islame, ose janë të afruar me shokët musliman dhe shpresohet që ata të hyjnë në Islam dhe t'ju zbuten zemrat dhe janë fukara, lejohet që t'u japet zakati atyre, sikurse që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka jap Safwan bin Umayjes kur u çlirua Mekka, pastaj ai e ka pranuar Islamin dhe është bërë prej pjesëtarëve të fuqishëm të dinit islam. Gjithashtu prej kategorive të tjera brenda kësaj është njerëz të cilët e luftojnë Islamin dhe nuk ndalen rreshturazit duke luftuar Islamin, andaj në mënyrë taktike, nëse i japet zakati atyre, atëherë ndoshta ata do të ndalen paksa nga luftimi i Islamit. Për këtë arsye disa prej dietarëve kanë lejuar që t'u japim edhe këtyre njerëzve çështjen e zakatit në mënyrë që të zbuten zemrat dhe ta ndalin luftën ndaj Islamit. Pra sikurse që thot Ibn Abbasi, disave kur ju ka jap zakati janë larguar nga luftimi i Islamit, e kur është ndalur zakati kanë filluar përsëri me luftimin ndaj Islamit. Dhe kategoria e tretë është njerëz të cilët e kanë pranuar rishtazi Islamin, për t'ja zbutur edhe më shumë zemrat dhe për të dashur dinën e Allahut Azza wa Jall, lejohet që t'u japim pra zakatin në mënyrë që ata të zhvillohen edhe më tepër në dinin Islam. Por kemi disa mendime brenda dietarëve islam, të cilët thonë se kjo kategori tashmë për momentin nuk do të jetë evidente për arsye se tashmë është zgjeruar Islami, tashmë është forcuar Islami dhe është mbushur numri i muslimanëve me një numër të madh, kurse kjo ka qenë e nevojshme vetëm në fillim të Islamit, kur Islami ka qenë i dobët. Për këtë arsye transmetohet se në kohën e Omerit radhiyallahu anhu, ai u ka ndaluar japjen e zakatit, japjen e zakatit pa besimtarve. Dhe ka thënë lekum dinukum waliya din. Ka thënë ju e keni fenë tuaj, ne kemi fenë tonë. Dhe ka thënë në një ajet koranor, pra ka lexuar në ajet koranor, "Faman sha'a minkum falyu'min wa man sha'a minkum falyakfur." Kush do nga ju le të besoj, e kush do nga ju le të mohoj. Andaj, thonë dietarët, disa prej dietarëve që në kohën bashkëkohore pra është shtuar fuqia e Islamit, andaj edhe nuk ka nevojë që t'i japet pa besimtarëve zakati, sepse muslimanët janë më të nevojshëm, sidomos sot në vende të ndryshme ku po luftohen muslimanët, është më se e nevojshme dhe domosdoshme që zakati të japet pra tek ta. Gjithashtu prej kategorive të tjera që duhet të japet zakati është kategoria e 5, që është lirimi i robërve, wa fi riqab. Lirimi i robërve, e cila ka qenë prezente në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por në kohën e sodit pra nuk e kemi këtë lloj të dispozitës, nga se nuk ka edhe ekzistim të robërve. Kategoria e 6 që Allah Azza wa Jalla ka përmendur është pra wal gharimin, dhe ata të cilët janë të zhytur në borxhe. Ata të cilët janë të zhytur në borxhe pra për shkak të ndonjë parregullësie, për shkak të tradhtive që sot fatkeqësisht edhe po bëhen shumë në mesin e biznesmenëve të ndryshëm, njerëzit futen në borxhe dhe zhyten në borxhe të ndryshme. Andaj, nëse këtyre personave pra nuk kanë mundësi që të ringriten, atëherë
lejo që t'u japim zeqatin për t'i paguar borxhet e tyre, sepse në të kundërtën do t'jetë rreziku që ata ta mbysin vetveten, do t'jetë rreziku edhe më i madh të vriten njëri me tjetrin, e kështu me radhë. Andaj edhe në këtë rast lejohet pra dhënia e zeqatit për ata që janë zhytur në borxhe, sidomos ata cilët kanë hyrë për ta blerë ndonjë shtëpi apo për mjekësi e kështu me radhë, lejohet që t'u japet zeqati atyre, por nuk lejohet në esencë atyre cilët janë zhytur në drogë, në alkool dhe gjëra të dyta, që Allah Azza wa Jall nuk është i kënaqur, nuk lejohet që t'u japim për shkak se kjo do t'jetë mësim për ta që të mos zhyten në gjëra negative. Përndryshe ne do t'jemi përmes japjes së zeqatit do t'jemi përkrahës të dukurive negative dhe nuk do ta ndalim krimin asesi. Kategoria 7 që lejohet japja e zeqatit është pra wa fi sabilillah. Kategoria atyre të cilët luftojnë në rrugën e Allahut Azza wa Jall. Atyre të cilët i përgatisin ushtarët. Atyre të cilët pra i dalin përballë armiqve të Allahut subhanahu wa taala dhe janë në luftë, pra u dërgojmë zeqatin për çdo nevojë që ata e kanë në mënyrë që të jenë të fuqishëm ndaj armikut. Por në kohën e sodit, të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, në kohën e sodit nuk kemi luftë për momentin. Por lufta ndaj popujve nuk ndalet kurrë. Sidomos lufta ideologjike. Andaj, njëra prej rrugtimeve drejt Allahut Azza wa Jall dhe në rrugën e Allahut Azza wa Jall është arsimimi i një populli. Është nxjerrja e studentave të cilët janë zbulues, të cilët i kontribuojnë kësaj shoqërisë në aspektin e arsimit, në aspektin e industrisë, në aspektin ushtarak e kështu me radhë. Nxjerrja e studentave të cilët e mësojnë librin e Allahut. Nxjerrja e studentave të cilët do të jenë lider nesër në të ardhmen në aspektin teologjik islam. Pra, ndërtimi i xhamive, sepse janë çerdhe të edukimit të gjeneratave, ndërtimi i shkollave të ndryshme islame, ndërtimi i instituteve të hifzit, ndërtimi i instituteve të gjuhës arabe, kështu me radhë. Në mënyrë që të zhvillohen popujt dhe të mos jenë të ndikuar nga popujt e tjerë dhe të fuqizohen në çdo aspekt. Andaj dietarët islam kanë thënë që aty ku nuk ka luftë, sidomos këta që janë bashkëkohor, kanë thënë që lejohet të japen për arsim, për shkolla, për davet, për thirrje në rrugën e Allahut Azza wa Jall e kështu me radhë. Ndonse ka prej dietarëve të cilët e kanë ndaluar dhe kanë thënë se është për qëllim këto vetëm lufta në rrugën e Zotit, por disa e kanë kuptuar si një gjerësi apo kuptim më të gjerë të këtij ajeti kuranor. Andaj aty ku nuk ka luftë lejohet që t'japet zeqati për arsim dhe për fuqizim të gjeneratave në aspektin pra e zhvillimit, emancipimit e kështu me radhë. Gjithashtu, kategoria e fundit është wabni sabil dhe kalimtari apo udhëtari i rrugës. Dhe udhëtari i rrugës, të nderuar vëllezër, hyn ata persona të cilët për ndonjë arsye apo tjetër kanë mbetur pa para në rrugë të gjatë. Dhe atëherë lejohet që t'u japet zeqati këtyre personave në mënyrë që ta kalojnë periudhën e tyre të udhëtimit dhe të mbërrijnë tek vendi i tyre ku janë nisur apo ku e kanë pasur target apo qëllim. Andaj lejohet dhënia e zeqatit të këtyre personave për arsye se është një ndihmë e madhe që i japet këtyre personave. Cilat janë llojet e zeqatit apo kategoritë që lejohet të japet zeqati me to? E para, pra tham, qysh në fillim është ari dhe argjendi, që japet 2.5% ose vlera e tyre. Kategoria e dytë është lloji i dytë, japet në vlera monetare. Një person ka një rrugë të caktuar dhe rruga e tij e kalon nisabin mbi 6.000 euro për shembull, e kalon nisabin mbi 6.000 euro, atëherë nëse një vit i qëndrojnë këto 6.000 euro, në fund vitit e llogarit edhe shumën e fituar e kështu me radhë dhe në fund e jap 2.5%. Gjithashtu, prej kategorive ku mund të japet zeqati, pra prej llojeve të zeqatit është edhe zeqati në të mbjellura. Ku Allahu Azza wa Jalla thot në Kur'an famlar, wa atu haqqahu yawma hasadi. Dhe japni zeqatin në ditën e korrjes së tyre. Pra dhe këto, padyshim që tek të mbjellurat hyn gruri, misri, thekra, tërshëra, patatet e të ngjajshme me to, pra që do të japen në ditën e korrjes. Dhe në përgjithësi rregulla për të mbjellurat është për ata cilët i kanë ujitur me duart e tyre,
atëherë është 5%. Jepet 5% të zakatit në ditën e korrjes. Kurse ato të cilat i ka ujitur shiu, jepet 10%. Dhe në qoftë se një person ka ujitur një pjesë me ujin, pra të cilën e ka marrë dhe ka shpenzime, dhe pjesën tjetër e ka ujitur shiu, atëherë dietarët islam kanë thënë se është mesi i 5 dhe 10, pra 7.5% obligohet që të jap prej të kororave në produktet bujqësore. Kjo është sa i përket pra produkteve bujqësore, dhe këto pra ekziston një rregull e rëndësishme, ku kush i ka mbi 653 kg, atëherë pra jepet varësisht 5% nëse ka ujitur nëse ka ujitur nga duart e veta, dhe 10% nëse ka ujitur shiu. Kategoria tjetër që jepet apo lloji tjetër që jepet zakati është edhe zakati për tregti. Pra, çdo produkt i cili nuk përdoret për nevoja personale, siç është vetura, apo siç është diçka tjetër që përdoret në aspektin personal, telefoni, e tjera, por përdoret për tregti dhe mallra tregtare, atëherë duhet japim zakat për to. Siç janë veturat, sidomos autosallonet, siç janë pra një fermë që është me bagti, me lop, me dele kështu me radhë, duhet japim zakat për to, sidomos në qoftë se është një mobil shop ku shiten telefonat e ndryshëm, e të ngjajshme me to, pra në qoftë se fustanat e ndryshëm nusërie, në qoftë se janë për shitje, atëherë duhet në fund të vitit hijri të llogarisim fitimin dhe të japim zakatin për to 2.5%. Dhe këtu normalisht nëse është çështja tek kafshët, atëherë këtu është një lloj tjetër i zakatit, pra një kategori tjetër e zakatit që janë pra zakati në kafsh, ku hyn lopët, boallicat, hyn devet, hyn delet, dhit e të ngjajshme me to. Andaj, siç na kanë mësuar dietarët, për shembull, për një dele prej 40 dele deri në 119 dele, duhet personi ta jap një dele një vjeçare apo një dhi një vjeçare. Prej 200 deri në 300 duhet ta jap prej 120 deleve, prej 120 e deri në 200 do të jap 2 dele. Prej 200 deri në 300 do të jap 3 dele. Prej 300 deri në 400 pra do të jap 4 dele, pra sa shtohet nga 100 numri, duhet ta jap ta shtoj një dele apo një dhi varësisht se çka jap. Tek lopët, zakati japet fillon për t'u jap prej kush i ka 30 lop deri në 39 japet një lop ose një boallic 2 vjeçare. Prej 40 deri në 59 japet një 3 vjeçare. Prej 60 deri në 69 japen 2 nga 2 vjet. E kështu me radhë, pra dispozita cilat mund të rikthehemi shumë lehtë edhe ti kuptojmë përmes tabelës së zakatit që sot është edhe prezente tek faqja zyrtare e Bashkisë Islame të Kosovës. Pra, në përgjithësi këto janë disa prej rregullat të zakatit. Por çka dëshirojmë të nderuar vëllezër dhe motra të koncentrohemi në fund është cilat janë objektiva dhe qëllimet e zakatit. Objektiva dhe qëllimet e zakatit janë të shumta. Por ato që na i kanë cekur dietarë që janë më të rëndësishme të para prej tyre, pasimi i Allahut dhe të dërguarit të tij. Njeriu kur e jap zakatin, atëherë e kryen një prej urdhrave të Allahut Azza wa Jall dhe urdhrave të dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Dhe përmes kryerjes së këtyre urdhrave, atëherë ai e fiton këtë botë dhe e fiton botën tjetër. Për këtë arsye Allah Azza wa Jall thot: "Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'u ar-rasula la'allakum turhamun." Ju pra faleni namazin dhe japni zakatin dhe pasoni të dërguarin nëse dëshironi të jeni të mëshiruar. Thot Khazini, një prej dietarëve islam, thot: pra veproni me këto gjëra, me faljen e namazit, me japjen e zakatit, pasoni të dërguarin e tij, sepse kështu do ta arrini rahmetin dhe mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. E dyta prej objektivave të zakatit është pastrimi i zemrës dhe shpirtit të zakatdhënësit, e atij që e jep zakatin. Pra, përmes japjes së zakatit pastrohet shpirti dhe zemra e atij që e ka
e ka jap zakatin për këtë arsye Allahu azza wa jall thot khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dhe ti Muhammed u merr zakatin atyre prej pasurisë së tyre në mënyrë që ti pastrojmë zemrat e tyre me dhënien e zakatit. Andaj çka është kuptimi i pastrimit? Dietarët e Islam kanë thënë pastrimi nënkupton pastrim nga gjunahet. Pastrim i zemrës nënkupton pastrim i pasurisë e cila mund të jetë me halal dhe haram. Pastrim nënkupton që ti përmes dhënies së zakatit ua pastron zemrat atyre që ua jap zakatin. Të gjitha këto pra mund të hyjnë te kuptimi i pastrimit pra në dhënien e zakatit. E treta, prej objektivave të zakatit është pasurimi i të varfërve. Përmes dhënies së zakatit neve dëshirojmë që ti balancojmë shtresat e njerëzve. Mos të mbetet shtresë e pasur dhe shtresë shumë e varfër, por të jenë në një nivel që të afrohen pra. Të kemi një shtresë të përafër të njerëzve. Andaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në ditën e Bajramit ughnuhum fi hadha al-yawm. Pra pasuronin këtë ditë që të mos mbeten ndonjë fukara pa bukë dhe që të mos mbeten në tryezën e ndonjë fukaraja apo jetimit, tryeza thot. E pasunika të mbushin tryezat e tyre. Pasuronin në këtë ditë që të jenë të barabartë. Kështu është edhe dhënia e zakatit që njerëzit pra fillojnë ta ndërtojnë jetën e tyre, fillojnë ta ndreqin jetën e tyre dhe ta zhvillojnë jetën e tyre kur marrin zakat nga të pasurit. Në kohën e Omer ibn Abdulazizit, niveli i zakatit ka qenë nivelin më të bukur të mundshëm. Andaj dhe jo rastisht transmetohet se kur kanë shkuar për t'ia dhënë zakatin fukarave, të gjithë e kanë kthyer sepse nuk ka pasur nevojë. Aq shumë kanë dhënë zakat njerëzit. Dhe aq shumë janë bërë varfër pra të ngritur saqë nuk kanë pas nevojë ta marrin zakatin e tjerëve. Andaj, po qëse ne e japim gjithë zakatin që kemi obligim, nuk do të mbetet asnjë fukara në botë. Dhe kjo është madhështia më e madhe dhe objektiva më e madhe e dhënies së zakatit. E katërta, prej objektivave të zakatit është mundësia e punësimit. Përmes objekteve që ngriten përmes zakatit, shumë njerëz punësohen. E sidomos njëra prej kategorive që është e cekur në zakat që është ata që të bujnë zakatin. E sidomos në kohën e sotme që tashmë kemi organizata të veçanta për dhënien e zakatit ku kemi shkruesin, pra kemi arkatarin e zakatit, kemi atë person i cili e të bën zakatin, kontabilistin e kështu me radhë, pra janë disa kategoritë njerëzve të cilët e të bojnë zakatin sot dhe janë edhe organizata të veçanta ku ka punëtor përmes kësaj vepre. Andaj njerëzit punësohen, pra në qoftë se japet zakati. Gjithashtu prej objektivave tjera të zakatit është edhe ruajtja e dinjitetit. Pra kur ne ja japim fukaras zakatin, e ruajmë atë nga hajnia, nga vjedhja. Kur ja japim dikujt që është i zhytur në borxhe zakatin, i bie që ai nuk do të shkojë në rrugë ku e çojnë humner, të fajdes, të rishfetit, të kamates e kështu me radhë. Përmes japjes së zakatit i ndalojmë këtë udhë neve. Andaj ati që i japet zakati pra të ndërua vëllezër, sidomos kalimtarit të rrugës, pra ndalojmë nga hajnia sepse kalimtari i rrugës është i nevojshëm që të hajë dhe të pi, e që të mos i vjedh të tjerët, atëherë japet zakati që të evitohet dhe të ndalohet nga ky gabim që mund ta bëj kalimtari i rrugës e kështu me radhë, pra është një botë e madhe zakati ku e ndalon pra krimin e mesin e njerëzve. Zaten mos japja e këtij zakatit ka ndikuar shumë sot që njerëzit pra të bëjnë pra një lloj tradhtie në mesin e njëri tjetrit. Gjithashtu prej objektivave të zakatit është ngritja e fesë dhe e muslimanëve. Sidomos te kategoria ku Allah Azza wa Jall ka thënë fi sabilillah. Aty ku është në luftë në rrugën e Allahut Azza wa Jall, aty ku nuk ka luftë të ngriten institucione arsimore, të ngriten xhami, kurse të hifzit, të ngriten pra të paguhen gjëra për thirrjen rrugën e Allahut Azza wa Jall në aspektin e mediave, e kështu me radhë, pra kjo me të vërtetë i ngrit muslimanët dhe i forcon ata. Dhe e fundit të nderuar vëllezër besimtar dhe motra, është prej objektivave të zakatit është bereqetin e pasuri. Neve kur japim zakat, sadaka, lëmush kështu me radhë, Allah Azza wa Jall na jap bereqet, na jap mirësi, na jap të mira në jetën e kësaj bote dhe na ruan familjen tonë nga dëmet dhe sprovat e kësaj bote.
Allahu azza wa jall thot yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat. Allahu varfron me kamat dhe me sadak dhe me zeqat e shton pasurinë, ja bereqetin e pasurisë. Andaj ma naqasa malun min sadaqa, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk paksohet pra pasuria me sadak, por shtohet dhe japet bereqet asaj familje dhe asaj pasurie. Andaj përmes jepjes së zeqatit Allahu na ruan shëndetin ton, na ruan familjet tona. Dhe ndoshta Allahu azza wa jall përmes një lëmoshë, një zeqate që ja kemi jap dikujt na ruan nga katastrofat dhe sëmundjet e ndryshme. Për këtë arsye transmetohet në Egjipt një djalosh kishte marrë një sëmundje të rëndë, të pashërueshme. Shkon në Britani prej Egjiptit për të kontrolluar. Dhe atje i merr disa ekzaminime dhe disa analiza ku i del se sëmundja është tepër e rrezikshme dhe duhet ta marrë në nënshkrimin nga familjarët, të kthehet në Egjipt dhe ta marrë në nënshkrimin sepse mund të hyjë në operacion, por mund të dalë jo i gjallë nga operacioni. Kthehet djaloshi në Egjipt dhe aty e merr konfirmimin prej familjes dhe del i mërzitur në rrugët e Egjiptit, sepse njeriu kur merr vesh për ndonjë lajm të keq, sidomos të sëmundjeve të rënda, padyshim që mund t'i humbë orientimi kësaj bote, mund t'i humbë kënaqësia kësaj bote. Dhe duke ecur rrugës e sheh një kasap, duke coptuar mishin. Dhe nën tavolinën e kasapit e sheh një plak të shtyrë në mosh që i të bënte copat e mishit të rënë nga tavolina. Afrohet afër thot, oj loke, çka i duke vepruar kështu? I thot, unë i kam 3 jetima që 3-4 ditë nuk kanë ngrënë ushqim. Po i marr këto copat mishit e po i dërgoj tek fëmijët e mijët. E prek këtë djalë. Dhe i thot kasapit, për 1 vjet e ke obligim ja dërgu mishin dhe bukën dhe ushqimin kësaj lokeje, unë e paguaj. Dhe pastaj eci djaloshi. Mbrapa shpinës së djaloshit i ngrit duart lart plaka dhe tha, o Zot, ashtu siç më lehtësoi gjendjen mu dhe jetimave të mi ky djalosh, o Zot lehtësoja gjërat e vështira kur e kanosin jetën e tij. Dhe eci i gëzuar djaloshi. Kur shkon tek shtëpia e tij e sheh motrën e vet. I thot, vllaim, çfarë ke që qesh? Na e di mirë që ti do të futesh në operacion të rënd. Çka të bani për me qesh ty? Tha, i ndihmova një plakë me jetima. Dhe u gëzua dhe motra dhe ngriti duart lart dhe tha, o Zot, ashtu siç vllau im e gëzoi atë nan me jetima, o Zot shëroje nga kjo sëmundje që e ka kapluar vllavin tim. Dhe erdhi dita për të shkuar në Britani, para se të hynte në operacion, e bëri edhe një ekzaminim dhe analiza të thella dhe mjekët e vërtetuan që pjesat që ka qenë prezente në analizat e para, sëmundja e identifikuar nuk është prezente më në trupin e tij. Dhe nuk hyri në operacion dhe u kthye në Egjipt. Çfarë bëri vallë që të shërohet? Cila ishte kjo mrekulli e madhe? Pse ndodhi kjo mrekulli te ky djalosh? Sadakaja për hir të Allahut subhanahu wa taala. Andaj, vllai dashur dhe motër e nderuar, mos e neglizho zeqatin, prej urdhrave më të vlefshëm tek Allahu azza wa jall. Mos e neglizho sadakan. Ndoshta një monedhë me pak vlerë te Allahu azza wa jall do të gjendet nesër në ditën e gjykimit, kur ndoshta edhe 5 cent dhe 10 cent do të na nevojiten për të hyrë në xhenetet e Allahut subhanahu wa taala. Deri në takimin tonë të radhës për të vazhduar në objektivat e njerëz prej shtyllave tjera që do të përgjigjet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndaj beduinit apo melekut Xhibril, ju lëm në mbështetjen e Allahut azza wa jall. Aqulu qawli hadha wa sami'tu wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.